Përshëndetje, miq, shok, vëllezër, dashamirë, kudo që jeni, kudo që kaloni, pranoni përshëndetjet e përzemërta nga unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës. Do me thonë sot është dita e premte, data 31 tetor 2025. Po ja tregoj një ngjarje çka I bëra sot një femrës, sepse hyna me një live edhe I ndisha ju theshin do femra v zemra, ato zemrat ju theshin, ato femrat ju theshin këty në djemve zemra, si, por njona ishte kon tepër e prejme apo e vendosur edhe ajo tha, unë tha, kur tha, nuk tham zemër. Kërkuj tha si tham zemër. Edhe unë si në shaka thash, unë thash, hala kërkujt si jam t'i thonë zemër, ase nuk pishkruja zemër as këzhon, por unë thash me dash, thash, që po thuhet I kërkujt si tham zemër, thash mu ki me më thonë edhe me plët dëshirë që jo, po ashtu po thash vetë me dëshirë ki me më thonë zemër. As njëherë tas vjen pyetje sa dirë sot kërkujt si kom thonë zemër, sa unë sa zemër I tham, vetëm familjes time, tha nanës, babës, vllavit, motrës, e fëmijëve të vllavit apo të motrës, që aty në tha ju thamë zemër, tjerëve tha, kur njetë si ju thamë zemër. Thash, mos thuj kështu, sepse, thash, unë të shtinj, thash, me më thonë zemër, edhe ta me plët dëshirë, vetë ki me më thonë, heq pa të thonë une, thujëm zemër, ti ki me më thonë. Thëja, nuk mund kur me më shtinj, tha se më ka shti kur kush, as te se në më shti. Thash, apo lidhme, tha lidhme, me qka? U lidhëm me ka 100 pik në TikTok, apo që I thëjmë na lule, me ka 100 lule. Se nuk deshtëm me marrë denimet të mdoja, por vetëm sa për mi kallëzu që une muna me të shtinje me më thonë zemër, thash hajde thash lidhme pra, mas I po thue me ka 100 pikë. Edhe e tha lidhme. Edhe kështu në që une nejta edhe pak, dikura I thash, më falni se kam do punë e do të me dalë, thash e ju përshëndes të gjithëve. Edhe dola une pi live-it, edhe si dola pi live-it, çka bëra? Kom hinje të adresa ime, edhe e kom ndrue adresën e kom bon, ta hoksha zemrën o lokumje. Edhe kom nejtë, se kur me thonë një gjysore, kur kom hinje aty në live, që ta e kisha emrin aty, mos e kisha Ramadan, po e kisha ta hoksha zemrën o lokumje. Edhe ajo kur kom hinje aty në, po më përshëndet, ta mirë se erdhe, ta hoksha zemrën o lokumje. Ajo të folë në tonë, tha, o zot, tha, këqyre shqiptari, tha, qka s'menon, ku ju kam tek, ta hoksha zemrën o lokumje, me shkru. E unë e ka kesha se disha që ka thonën që, kur kujtë si kom thonë, që zemër. Po kjo plus më tha, ta hoksha zemrën o lokumje. Që është e shkrujta, unë o dikura nejta pak, ja qova kamerën, hina në live. Edhe ajo s'pedi që jam une, o, ma vone përshëndetje, ta hoksha zemrën lokumje, mirë se erdhe. Edhe ja nisa me kesh, thash përshëndetje, o për ty, thash, apo më thua ta hoksha zemrën, thash se ti theshe zemrën nuk I tham kujt, atash po më thua ta hoksha zemrën në lokumje. Kur më ka bo, o shtriga në tia, edhe o dasht me mi gjujt 100 pikë, se ashtu u lidhëm me ka 100 pikë, 100 lule, edhe e shtina me më thonë vetë, ta hoksha zemrën në lokumje. Me kështu që do më thonën, unë e kur t'ju pikë në njerit, edhe baj që ata qka duhe. E baj që ata qka duhe. Edhe kështu që ajo mi gjujti 100 pikë se ha halal koft, hala kosh se nuk ka shtinj, tha, me I thonën zemër, po te tham shtine edhe ma pelta me thonë ta hoksha zemrën o lokumje. Ashe po të kallëzohet. Unë pëse të kallëzohet, se unë s'kam nevoj me thonë kërkujt zemër, shpirë, se unë kam gronë teme, kam në teme,
Po mos e ju preve, va qa që e vendos, që si kom thonë kur deri tash as nuk i tham, ashtë në të kalzoha, mos e me të pikone, qtime më thonë, po nuk po du. Ti thave kur se nuk ka shti, as ti se nuk shti, edhe këta e bona me qëllim pak si hajgare, si shakace, mi të regu që une me të pik, qtime më thonë. Jo zemër, po plus ta hongsha zemrën, o lëkum jem. Ashtu e shkryta imnin aty në TikTok, jo. U dash me më thonë se s'kishte qysh me më thonë hajden, mirë se vjen live. E pa qare me më thonën mirë se vjen, ta hongsha zemrën o lëkum jem. Atëherë unë ja nisa me kesha, thash mirë se gjitha, thash am thave ta hongsha zemrën. E ma vone ta ti jo shëjtane, dreshta më shtine. Kështë që, kishte një hajgare, një shakat në atë live-in e mrekullueshëm.